Lideri opozitës maqedonese kërkon që gjua, identiteti, historia dhe kultura maqedonese nuk mund të jenë objekt negociatash për bashkimin evropian. Sindikatat në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre ndaj pushtetit aktual, ata me këmbëngulje kërkojnë kërkesat e tyre për rritje të pagës minimale. Rritet numri rasteve të dhunës familjare në 6 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 512 raste të tilla. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka bërë thirrje asamblesë së përgjithshme të OKB-s që të mbështet anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Lideri LSDM Zvenko Filipçe prezantoi rezolutën me vijat e kuqe për rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ai propozoi që ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt të vitit 2026 si pengesa e fundit për hapjen e negociatave me BE-n. Rezoluta përcakton respektim të pakushtëzuar të gjuhës, identitetit, historisë dhe kulturës maqedonese, duke përjashtuar çdo kërkesë të re bilaterale. Lideri LSDM Zvenko Filipçe prezantoi sot një rezolutë me të cilën përcaktohen vijat e kuqe të shtetit në procesin e integrimit evropian. Dokumenti thekson se gjuha, identiteti, historia dhe kultura maqedonase nuk mund të jenë objekt negociatash me Bashkimin Evropian. Sipas Filipçes, Republika e Maqedonisë së Veriut është e gatshme të përmbushë të gjitha obligimet nga korniza e negociatave, duke përfshirë edhe ndryshimet kushtetuese, të cilat ai cilësoi si pengesa e fundit për hapjen e kapitujve. Në të njëjtën kohë, rezoluta ndalon pranimin e çdo kërkese të re me karakter bilateral ose identitar. Ky është propozimi ynë për zgjidhje dhe për arritjen e objektivave të përbashkëta kombëtare e strategjike, me konsensus, pasi shumica e qytetarëve e mbështesin anëtarësimin në BE. Dokumenti, i cili fillimisht do të shpërndajë të gjitha partive politike, më pas do të shkojë në kuvent për miratim si dokumenti përbashkët, përmban një afat kohor të qartë dhe mekanizma mbrojtës në rast se ndonjë vend antar i BE-s prek çështjet identitare. Sipas afatit kohor për zbatimin e kësaj rezolute, qeveria nga 15 deri 25 nëntor 2025 duhet të deklarojë nëse qëndron në të njëjtin tekst apo përkatësisht propozon tekst të ri të amendamenteve kushtetuese. Nëse propozon tekst të ri, ai duhet të miratohet nga qeveria dhe të dorëzohet në kuvent deri më 1 dhjetor 2025. Собранието treba da započne. Kuvendi të nisë procedurën për ndryshimin e kushtetutës dhe të arrijë deri në fazën e votimit të parë, mos së voni deri më 15 dhjetor 2025. Kuvendi ta përfundojë procedurën për ndryshimin e kushtetutës me votimin final, mos së voni deri më 10 shkurt 2026. Në të njëjtën ditë të votimit final dhe miratimin të ligjit kushtetues për zbatimin e amendamenteve, qeveria duhet të dërgojë letra shteteve anëtare të BE-s dhe Komisionit Evropian se është përmbushur obligimi ynë për debllokimin e procesit negociues. Gjithashtu, qeveria do të dërgojë edhe dokumentet e nevojshme të ashtu quajturit udhërrëfyes, të cilat shërbejnë si instrumente të zakonshme në proceset negociuese. Filipçe theksoi se krijimi i një konsensusi kombëtar është mënyra e vetme për të siguruar suksesin e procesit dhe për ta çuar vendin përpara në rrugën e integrimit evropian. Deputeti Skënder Rexhepi ka akuzuar se Republika e Maqedonisë është shtet i absurdistanit dhe shtet i paradokseve. Sipas tij, arsyetimi i gjykatës kushtetuese që të mos filloi procedurë për vendimin e qeverisë për përcaktimin e numrit të këshilltarëve komunal ishte skandalos. Deputeti Rexhepi theksoi se kjo qeveri po vazhdon të dëshmojë se intencën e ka te deshqiptarizimi i vendit. Pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese që të mos fillojë procedurë për vendimin e qeverisë për përcaktimin e numrit të këshilltarëve komunal, për të cilin ishin dorëzuar trinisma, koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian Skënder Rexhepi thotë se ky është shteti i absurdistanit dhe shteti i paradokseve. Ai shprehet se gjykata kushtetuese votoi kundër gjykatës kushtetuese. Sipas tij, arsyetimi i gjykatës kushtetuese ishte skandalos, sidomos i gjykatës Kacarska. Çdo respekt për gjykatën Kacarska, për moshën e saj, për megjithatë në moment kur edhe një gjykatës i kalibrit të saj, i moshës së saj, flet broçkulla dhe budallallëqe, nuk mund t'ia falin naivitetin.
Ajo thirret në nenin 91 të Kushtetutës dhe 63 të ligjit për qeveri, i cili është i qartë dhe gjithë e dim. Qeveria ekzekuton ligjet. Askund, as në ligjin për qeveri, as në Kushtetut, as në ligjin për veç qeverisje lokale, nuk cakto dhe nuk është rregulluar kush që cakton numrin e këshilltarëve në për komuna. Recepi akuzon se kjo qeveri po vazhdon të dëshmojë se intencën e ka deshqiptarizimin e vendit, uljen e fuqisë politike të shqiptarëve, përbuzjen e mërgatës shqiptare dhe që me çdo kusht ky shtet të jetë monoetnik Maqedonas dhe pastaj mund të vinë të tjerat me radhë. Gjykatësit kushtetues një ditë më parë kanë vendosur të mos shqyrtojnë nismat për shqyrtimin e ligjshmërisë së vendimit qeveritar, me të cilin është ulur numri këshilltarëve komunal në disa komuna. Gjykata vlerësoi se nuk ka pasur diskriminim ndaj ndonjë etnie dhe se numri i këshilltarëve është ulur në komuna të ndryshme të vendit. Sindikatat në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre ndaj pushtetit aktual, nga lidhja e sindikatave thonë se pushteti nuk po bën përpjekje për përmirësim të standardit të qytetarëve. Ata kërkojnë rritje të pagës minimale, ndërsa ankohen se që nga muaji mars nuk është mbajtur asnjë seancë e Këshillit Ekonomiko-Social. Lidhja e sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut vlerëson se funksionerët në zgjedhjet lokale nuk do të kenë përkrahjen e qytetarëve për shkak të mos përpjekjeve të tyre për rritje të pagave dhe përmirësim të standardit të jetesës. Nënkryetari i LSM-s Ivan Peshevski tha se në RMV ka 511.000 punëtor, prej të cilëve 38.000 punëtor marrin pagë minimale, 138.000 marrin pagë mes minimales dhe mesatares, apo 73% e punëtorëve marrin pagë deri në mesataren. Ndërka që ai tha se për të kaluar muaji një familje 4 antarëshe ju duhen afro 3 paga minimale dhe se qeveria akoma kërkon produktivitet, ndërka që pagat e tilla mizore rëndojnë për çdo ditë jetën dhe xhepat e qytetarëve. LSM nga muaji mars, kur është rritur paga minimale në bazë të harmonizimit të pagave, nuk ka mbajtur asnjë seancë me Këshillin Ekonomiko-Social, as nuk është pranuar kërkesa jonë për rritje të pagës minimale dhe pagave të tjera. Gjithçka që kemi dëgjuar me muaj të tërë është se ne nuk kemi kërkesa të duhura, sepse punëtorët tanë nuk janë produktiv. Si mund këta punëtorë të jenë produktiv në vendet të tjera europiane, ku marrin 5 herë pagë më të lartë se te ne, e te ne të mos jenë produktiv në vendet e tyre. Me pagat të tilla, si pagat në RMV, nuk mund të kërkosh produktivitet. Duke folur për arsyetimet e qeverisë nuk mund të merren vendime të shpejta lidhur me rritjen e pagës minimale, Peshevski tha se vendime të shpejta mund të jenë shpenzimet për kampanjat zgjedhore, e jo rritja e pagës minimale e cila është më e ulta në rajon. Nëse vendimi shpejt të llogaritet të rritje e pagave, e jo zgjedhjet dhe shëtitjet në përqytete duke i shpenzuar paratë e popullit për t'i bindur se do të kenë jetë më të mirë. Ne si LSM nuk i përkrahim deklaratat e tilla të politikanëve. Besoni që punëtorët dita ditës janë duke u shpërngulur nga vendi dhe do të vijë koha kur do të doni t'i paguani punëtorët më shumë, por nuk do t'i keni më këtu. Jeta tek ne është bërë shumë e varfër dhe e vështirë. Peshevski tha se arsyetimet e qeverisë se rritja e pagës minimale do të shkaktonte mbylljen e shumë kompanive janë gënjeshtra, sepse siç thot ai, disa hulumtime të publikuara në rrjetet sociale nga LSM e dëshmojnë të kundërtën, ku siç potencoi, ndër vite rritja e pagës minimale ka hapur më shumë kompani të reja. Peshevski theksoi se nëse edhe pas zgjedhjeve qeveria nuk do të ndërmerr hapa për rritje të pagës minimale dhe pagave të tjera, LSM do të protestojë fuqishëm. Edhe pse fushata zgjedhore nuk ka nisur zyrtarisht, kandidatët për kryetar komunash për çdo ditë takojnë qytetarët dhe prezantojnë projektet e tyre. Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Çajirit Izet Mexhiti paralajmëroi rikonstruimin e Shyngyl Hamamit, ndërsa kundër kandidati i tij nga AKI Bujar Osmani premtoi se Çajiri do të ketë këshillin e diasporës për mbështetje në investime dhe zhvillim të komunës. Ende nuk po vërehet as pak se nuk ka filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale, pasi aktivitetet e kandidatëve për kryetar të komunave të ndryshme nuk kanë të ndalur, e sidomos ata të Çajirit. Kandidati i koalicionit të Vlen për këtë komunë, Izet Mexhiti, ka vizituar Shyngyl Hamamin, nga ku informoi se ai objekt do të restaurohet. Mexhiti tha se Çajiri do të jetë vatër e kulturës.
Për restaurimin Shengil Hamami do të bëhet shtëpia e shoqatës pas restaurimit. Shengil Hamami do të bëhet shtëpia e shoqatës Jeni Old dhe shoqatës Lilian, pra njëra që përfaqëson në komunitetin turk, tjetra që përfaqëson komunitetin bosnjak në komunën e Çajirit, duke u shndruar në një qendër kulturore moderne për pikturë, muzikë, letërsi dhe krijimtari artistike. Para fushatën e ka vazhduar edhe kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Bujar Osmani. Ai gjatë një udhëtimi me makinë ka shpërndar një video në rrjetet sociale, nga ku premtoi se Çajiri do të ketë këshillin e diasporës për mbështetje, investime dhe zhvillim të komunës. Pastaj binjakëzime me komuna dhe qytete evropiane, ku jeton dhe botërore, ku jeton diaspora jonë, për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi dhe zhvillimi. Do të hartojmë strategji lokale për diasporën, dokumentin e parë në nivel komunal që do të forcoj lidhjet mes nesh dhe do të krijoj rrugë të reja për bashkëpunim afatgjatë. Përveç kandidatëve për komunën e Çajirit, para fushata vijon edhe në komuna tjera, duke përfshirë edhe ata që janë kandidatë të pavarur. Kush i kalon vijat e bardha duke folur në telefon, nga nesër do të dënohet me 40 euro gjobë. Gjoba nga 50 euro do të ketë edhe për shoferët e skuterave, traktoreve dhe motocikletave që vozisin dhe përdorin pajisje elektronike. Ndryshimet e ligjit për sigurinë në komunikacion hyjnë në fuqi të premten. Që nga nesër, telefoni në dorë mund t'ju kushtoj shtrenjtë. Ligji i ri ndalon përdorimin e pajisjeve elektronike teksa t'i kalon në vizbardha. Një shpërqendrim i vogël rrezikon në gjoba të rënda, sepse ky ligj synon sigurinë e jetës nga aksidentet. Sipas nenit 116 të ligjit për sigurinë në komunikacion, këmbësorët tashmë janë të detyruar të lëvizin me kujdes, pa përdorur pajisje elektronike që mund t'i ulë vëmendjen gjatë kalimit të rrugës dhe shtegut të biçikletave. Ndryshe do të dënohet me 40 euro, ndërsa për shoferët e skuterëve, traktorëve dhe motocikletave që vozisin dhe përdorin pajisje elektronike, gjoba është 50 euro. Ligji është i publikuar edhe në gazetën zyrtare dhe zbatimi i tij do të fillojë që nga nesër, ku vëmendje e veçantë kushtohet ecjes së sigurt në vizat e bardha. Sipas ligjit nuk mund të përdoren kufje, telefona celular, tableta, ora inteligjente ose pajisje të tjera elektronike që mund të zvogëlojnë vëmendjen dhe sigurinë. Nga ku përjashtim bëjnë vetëm pajisjet e specializuara të komunikimit të integruara në helmeta mbrojtëse. Ndërkaq nga 1 janari i vitit 2026 pritet të hyjë në përdorim edhe sistemi Qyteti i Sigurt, i cili me video mbikëqyrje do të identifikojë shkeljet e komunikacionit. Edhe pse kamerat në komunikacion janë legalizuar tashmë, zbatimi i tyre i plotë do të fillojë në vitin e ri. Megjithatë, për këtë është e nevojshme të miratohet edhe ligji për shkeljet, i cili ende nuk është shqyrtuar në kuvend. Deri atëherë, sistemi Qyteti i Sigurt do të funksionojë në mënyrë prove. Në 6 muajt e parë të këtij viti janë kryer gjithsej 512 vepra penale në lidhje me dhunën në familje, shumica e të cilave janë kryer nga burrat, gjithsej 474 dhe shumica e të cilave kanë përfunduar me lëndime trupore. Ndërkohë, me ndryshimet e fundit të propozuara në kodin penal që i përgatit Ministria e Drejtësisë, tani abuzuesi do të mund të ndiqet penalisht sipas detyrës zyrtare, madje edhe nëse viktima nuk parashtron denoncim. Do të mjaftonte dëshmitari, fqinji, familjari, miku, kalimtari rastit të denoncojë dhunën në familje, ndërsa institucionet do të jenë të detyruara të reagojnë. Deri tani, shpesh ka ndodhur që viktima e përballur me traumën, friksimin ose varësinë ekonomike të tërhiqet nga procedura duke lënë abuzuesin të pandëshkuar. Nga organizatat jo qeveritare përshëndesin vendimin për ndryshimin e këtill dhe presin që të sjellë siguri më të madhe për viktimat dhe qasje serioze institucionale ndaj dhunës në familje, të cilët konsiderojnë se ky ndryshim ligjor do të forcojë luftimin e dhunës në familje. Gjatë natës së kaluar në 2 zjarre që shpërthyen në kryeqytet u dogjen 4 automjete, 2 markete dhe fasada e një ndërtese. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se po merret masa për zbardhjen e të 2 rasteve. Në 2 incidente të ndodhura gjatë natës në Shkup, u dogjen automjete në 2 lokacione të ndryshme. Banorët e qendrës u shqetësuan nga djegja e një automjeti pranë tregut të Gjelbërt, ndërsa në Kiselavod u shkaktua panik pasi flakët kapluan edhe fasadën e një ndërtese dhe një objekti tregtar. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se në të 2 rastet nuk ka persona të lënduar.
Më 24 shtator 2025, në orën 23:07 në SPB Shkup është raportuar se në hapësirën e parkimit në bulevardin 11 Tetorin në Shkup është djegur një automjet BMW me targa të Shkupit në pronësi të një subjekt juridik, ndërsa nga zjarri është përfshirë edhe një automjet Citroen me targa të Shkupit, si dhe një pjesë e një objekti tregtar. MPB sqaroi se zjarri është shuar pas ndërhyrjes së brigadës për mbrojtje nga zjarri, ndërsa shtoi se po merren masa për zbardhjen e rastit. Në Kisillavot ka pasur panik mes banorëve, pasi flakët kapluan edhe një pjesë të një ndërtese banimi. Më 25 shtator 2025 në orën 3:47 në SPB Shkup është raportuar se në rrugën Diqo Petrov në Shkup është djegur një automjet Range Rover me targa slovake në pronësi të VD 41 vjeç nga Shkupi, ndërsa është përfshirë edhe një automjet Golf me targa bullgare, si dhe një pjesë e fasadës së një ndërtese banimi dhe një pjesë e një objekti tregtar. Djegja e automjeteve është bërë një praktike e zakonshme. Pak ditë më parë, ju vu zjarri një servisi makinash, ku u dogjen mbi 20 vetura. 11 persona nga Trubareva janë dërguar për ekzaminime shtesë në klinikën e pulmologjisë, pasi mjekët kanë konstatuar iritime dhe shqetësime në fyt. Sipas të dhënave fillestare nga tereni, në ditën e parë të skriningut janë kontrolluar gjithsej 111 persona në 2 pika, 56 persona në pikën 1 dhe 55 persona në pikën 2. Gjendja shëndetësore e pacientëve është përgjithsisht e mirë, por tek 11 persona është konstatuar prania e iritimeve dhe shqetësimeve në fyt, për çka ata janë dërguar për ekzaminime shtesë në klinikën e pulmologjisë, informoi nga Ministria e Shëndetësisë. Skriningu përfshin kontroll klinik, matje të pulsit, saturimit dhe vlerësim të kapacitetit vital. Skriningu dydytor po bëhet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Klinika e Pulmologjisë pas zjarrit të madh që përfshiu një magazin me mbetje plastike dhe elektronik. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka bërë thirrje që Kosova të mbështetet në synimet e saj për të bërë anëtare Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjatë një fjalimi në Asamblenë e Përgjithshme. Presidenti Begaj ngriti zërin edhe për luginën e Preshevës. Nga selia Organizatës së Kombeve të Bashkuara, presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj bëri thirrje për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në këtë organizatë. Vendi i Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtësisht bosh. Me këtë fjalë ju drejtua presidenti Begaj kryetarëve të shteteve dhe qeverive në sallën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mbështetja për anëtarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, tha ai, është një hap drejt forcimit të paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Vendi i Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtësisht bosh. Njohja e pavarësisë Kosovës, mbështetja për anëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare është një akt drejtësie ndaj popullit të Kosovës. Është një hap që forcon edhe më shumë paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe një kontribut në stabilitetin e Europës. Presidenti Begaj ngriti zërin nga kjo sallë edhe për luginën e Preshevës. Ai bëri thirrje për respektimin e të drejtave të shqiptarëve në Serbi dhe për dhënien fund të politikave diskriminuese ndaj tyre. Shqipëria kërkon që të drejtat dhe liritë e shqiptarëve të luginës së Preshevës të respektohen, që shqiptarët atje të mos diskriminohen, por të integrohen, që gjuha shqipe të përdoret, kultura, vlera, identiteti dhe traditat e tyre të mbrohen dhe të promovohen. Begaj tha në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s se shteti më i ri në rajonin ton, Republika e Kosovës, është gjithnjë e më shumë kontribuese në paqe, dialog dhe bashkëjetesë në Ballkanin Perëndimor. Ai theksoi se me institucione të forta dhe popullsi vitale, kontributi i saj në bashkëpunimin rajonal dhe me gjërë është i pamohueshëm.
Për 50 dit, emrat dhe moshat afërsisht 65.000 palestinezëve që u vranë në sulmet e Izraelit në rripën e Gazës u lexuan vazhdimisht para ndërtesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Holandës. Protesta synon të bëjë presion mbi qeverinë holandeze për të ndërmarrë veprime konkrete kundër Izraelit. Koordinatorja e Fundacionit të Koalicionit të Palestinës në Rotterdam, Marget Ole për Anadolu tha se ata lexuan emrat dhe moshat e të vrarëve në sulmet e Izraelit në Gaza përpara ministrisë 24/7 nga 25 korrikut deri më 12 shtator. Ajo theksoi se protesta ka vazhduar ditë e natë nga e hëna deri të ditën që nga java e kaluar për tu përqendruar në protestat e fundjavës. Njerëz nga të gjitha sferat e jetës, holandez, palestinez dhe njerëz të etnive të ndryshme po i bashkohen protestës dhe po lexojnë emrat. Ne kuptojmë se dëgjimi i këtyre emrave ka ndikim të thellë tek njerëzit. Kur emrat lexohen, ata e kuptojnë më mirë se palestinezët që humbën jetën janë njerëz të vërtetë, ka thënë ajo. Ole theksoi se ata do të vazhdojnë këtë protestë derisa Holanda të vendosë sanksione serioze kundër Izraelit dhe të japë fund bashkëfaqësisë së saj në gjenocidin në Gaza. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy është dënuar me 5 vjet burgim, raportojnë mediat franceze. Ai pritet të apelojë më njëherë vendimin duke pezulluar atë në pritje të rezultatit. Verdikti ndaj Sarkozyt është marrë të ejtë në mëngjes. Ish presidenti francez është shpallur fajtor për konspiracion kriminal në një gjyq në të cilin ai dhe ndihmësit e tij u akuzuan për lidhjen e një pakti të dyshuar korrupsioni me regjimin e diktatorit të ndjer Liban Muammar Gaddafi për të marrë fonde për fushatën zgjedhore presidenciale franceze të vitit 2007. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.